Po kupton që çfarë telenovele ndërtoj, që ai futbollën të thotë këtë gjëra sepse duan të më prishin imazhin mua. Nuk është fare e vërtet. Nuk është fare e vërtet. Mua nuk më fut dot njëri, as Laerti, as Rozana, as ti, as asnjë këtu brenda. Zero. Unë thjesht kam cituar një fjalë, një fjali që ajo e ka nxjerrë nga goja vet dhe unë e kam bërë për ta ngacmuar. Për ta ngacmuar. As nuk kam dashur t'i prish imazhin, as nuk kam dashur që të them ua kjo rajv dish, po Gerda ka qenë vetë ajo që e ka kërkuar si personazh Laerti në shtëpi. I ka kërkuar, i ka ofruar gjithmonë, a do vish bëhesh me mua, hajde luajmë, hajde s'luajmë. Gerda ka disa skema intrige shumë të ulta në këtë shtëpi, sepse ti nuk mund të hedhësh balt mbi figurën e dikujt në këtë shtëpi, në fjalën e fundit që ajo përdor dhe hedh balt dhe të shet brenda 1 sekondi, siç të ka hedhur poshtë, siç ta të ka mbrojtur, nuk e di ku të ka mbrojtur ajo ti. Me ka mbrojt nga e mira, zemra. Nga kush? Aldo dhe Gerda. Me ka mbrojt mos me shku te e mira. A i këpto se që po them? Me kanë mbrojt nga e mira, jo nga e keqe, po nga e mira. Më brava, mbas gjithë saj gjë, ndoshta ti mund ta kesh majt kështu, as dhe nuk ke shprehur shumë, okej, ne bëm rengun për të thënë një të vërtetë. Ja tani, përdor Rizardën, ja si përdor Rizardën. Po, do ta përdori Rizardën ajo, do të përdori këdo këtë brenda, kushdo që t'i ngeli i fundit, se nuk ka ç'a bën. Pse nuk çohesh dhe thua, mo je pa ftyrë, si nuk të vjen tur këtu që vazhdon ende dhe thua, unë kam thënë hajse po luan dhe po bën lojë kur thua që Bona dhe Jozi pëlqehen, ose Bona ka simpati për Jozin. Domethënë, pse nuk çohesh dhe ja thu, o vajzë, unë këtë vajzën e kam shoqe, ç'është kjo gjë që ti ja hedh mbi kurriz kësaj, mirë unë që jam mashkull. Ore, po të them, njerëz jemi gabojmë. Po për duhet si në rastin me ty, si në rastin me Laertin. Jo në atë lloj pike, mos nuk bëhet lojë me do gjonat këqija, janë gjonat pista. Nuk bëhet, Po pra, po duhet me çumi ja thanë. Jo, ja kam thonë për këtë natë. Ja kam thonë të krevati vetë.